Natyrisht që të rit lexojnë, por lexojnë më shumë do thotë atë që nuk do duhet faktikisht ta lexonin. Letrore me emra të personalitete, po mbrapa tyre të jenë krijues dikush tjetër. Kush është pronari i tyre dhe cila është rruga e financimit. Edhe madje do thotë edhe me kodin etik të mediave evropiane. Të rinjët sot edhe leximi, sa lexohej më herët, sa lexohet sot, sa përdoren rrjetet sociale ose konkretisht ChatGPT që është një platformë komunikuese që sot përveç komunikimit nashta supozohet që ka njëherë njerëz edhe munden me shkru libra përmes saj, po për me diskutu këtë temë kaq të gjerë edhe ka njëherë me shumë vakume brenda saj, është nder për mua që ta kem Fitim Velion, profesor i letërsisë. Mirë se erdhe, profesor Fitim. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Ku jemi me leximin sot? Ku janë të rinjët me leximin? A po lexojnë edhe ata që kemi lexuar veroret edhe librat e tjerë gjatë verës? Po, pyetje shumë me vend edhe shumë me rëndësi. Të them drejtën, sot me leximin nuk jemi keq, ndoshta se nuk jemi edhe mirë siç do duhet të ishim edhe siç kemi dëshirë do të thotë që të jemi. Natyrisht që sot po jetojmë në epokën digjitale, në pjesën e globalizimit dhe asoj që quhet do thotë internacionalizmi, kështu që është pak sfiduese problemi i leximit për shkak se rrjetet sociale kanë bërë të vete. Natyrisht që apo lexohet, konsideroj që lexohet, por nëse shtrohet pyetja se çfarë lexohet, pastaj kjo do thotë është temë dhe problematik tjetër. Natyrisht që ne kemi lexuar në kohën tonë, ndoshta më shumë, ndoshta edhe parasit tonë kanë lexuar dhe më shumë se sa që lexojmë ne sot, por megjithatë kushtet dhe rrethonat kanë prodhuar do thotë një lexues sublim dhe subtil në të kaluamën, kurse sot do thotë pak a shumë është një tip i lexuesit mekanik, sepse sot do thotë rrjetet sociale po e mundsojnë leximin do thotë nëpërmjet do thotë platformave online. Natyrisht që të rit lexojnë, por lexojnë më shumë do thotë atë që nuk do duhet faktikisht ta lexonin e nuk lexojnë do thotë ato që do duhet ta lexonin. Natyrisht do thotë që literatura shkollore dhe ajo akademike, pra nuk lexohet, ndoshta do thotë është pak shqetësuese për shkak se nuk lexohet shumë, por edhe këtu kisha më thonë që kemi një lloj diskrepance dhe një lloj paradoksi shumë interesant. Në të kaluarën ka pas shumë lexues, po ka pas shumë pak botues. Megjithatë, meqense se ka pas shumë pak botues, ne mbajmë mend do thotë vitet e 80-ta, 90-ta, vetëm rilindjet do të ka mujt me prodhu një libër, por jo do thotë literaturë tjetër në shqip. Kurse sot kemi me qindra, ndoshta edhe me mira shtëpi botuese, por kur më pak lexues. Ndoshta do thotë kjo e prodhon atë paradoksin, me pa do thotë se si ka mundësi aq shumë do thotë prodhues, aq shumë do thotë krijohen vepra letrore, e aq pak lexohet, kurse në të kaluarën shumë pak të krijohet dhe shumë do thotë të lexohet. Ndoshta do thotë ka qenë rrethonat për shkak se pra gjuha do thotë edhe kultura jonë edhe identiteti jonë kanë qenë pra thembra në cilën thotë është godit e kaluara jonë dhe do thotë duke qenë se gjuha dhe kultura janë godit nga sistemi do thotë e para do thotë komunist në Shqipëri, e dyta do thotë nga sistemi jugoslav këtu në Kosovë, andaj do thotë duke qenë se gjuha ka qenë e rrezikuar, prandaj do thotë edhe kemi lexuar shumë që ta mbajmë gjallë në formën qoftë institucionale, qoftë do thotë edhe jo institucionale. Kurse sot do thotë në kohën bashkohore, në kohën moderne shekullit 21, natyrisht do thotë që problemin e gjuhës nuk e kemi, sepse i kemi institucionet, i kemi akademitë, i kemi shkollat, dhe tash do thotë kemi kaluar do thotë në atë leximin e mekanik dhe në atë leximin do thotë e tipit fast food, do të thënë lexim të shpejtë që marrim pra gjërat që na vijnë, mirë po që nuk janë shumë dobishme as për personalitetin tonë, do thotë, por as për shoqërinë tonë. Prandaj, arsyeja pse ku është sot leximi me të kaluarën, themi do thotë që në të kaluarën është lexuar shumë për shkak se edhe amza kryesore, edhe institucioneve, edhe shkrimtarët thotë ka qenë që në Kosovë është krijuar do thotë ajo letërsia që pastaj ka paraprirë dhe leximi si shaj e mbrojtjes së identitetit e para, edhe dyta do thotë kundër shtypjes edhe do thotë dhunës qoftë asoj sociale, do thotë qoftë asoj identitare. Kurse sot do thotë me që jemi do thotë në literaturën e krijimit të shpejtë, të librave të përditshëm, të përjavshëm, madje do thotë edhe të momentit kisha më thonë, ka do thotë një dozë do thotë leximi për shkak se të rinjët tanë duan do thotë që të lexojnë shpejt, që të lexojnë diçka që u konvenon interesave të tyre do thotë aty për aty, e të mos lexojnë ndoshta do thotë atë që do duhet tanin ose do thotë do duhet ta lexonin. Natyrisht pra po them që teknologjia ka bërë vetë dhe ne duhet më u përshtat me risi teknologjik, me platformat online, me gjitha këtu, që do thotë
të jemi në trend edhe me botën tjetër sa i përket jo vetëm leximit, por kisha me thonë edhe krijimit, edhe shkrimit. E tash, a do duhet do të thotë që ne ta qasjen tonë ose këtë lirinë e leximit ose këtë formën e ngritjes leximit ta rimodelonim në një formë, do të thotë natyrisht që kërkohet do të thotë që të jetë një e tillë, e para do të institucionet tona duhet të përshtaten kërkesave të tregut, por që të jetë literaturë që përshtatet me tregun, do të mos jetë një literaturë që flet për probleme të ndryshme ideologjike, sepse sot i riu shqiptar, por edhe ai kosovar nuk i ka këto të lashe. Prandaj atij duhen literatura e cila i përgjigjet risive të tij dhe kërkesave të tij, qoftë ideore, qoftë atyre shpirtërore. E jo do të thotë të prodhojmë një literaturë që ndoshta do të ishte e parëndësishme sot për lexuesin model. Kurse të kaluarën ne nuk kemi zgjedhur për shkak se kemi pas atë literaturë që na është servuar nga një shtëpi botuese, siç ka qenë Lidja, prandaj edhe leximi thotë ka qenë shumë më i madh, kemi pas vetëm një gazetë, kemi pas vetëm një shtëpi botuese dhe kemi pas shumë pak autorë dhe pak a shumë krijimi, ka pas edhe një lloj filtrimi. Sot mund të themi që nuk ka filtrim, nuk ka filtrim, përderisa edhe në shekullin e 17-18 në për gjitha qendrat evropiane kanë ekzistuar ato tipet e teoricienëve edhe tipet e akademive, do thotë ku nëse dikush ka dashur me botu një libër, thotë jo është nënshtruar rregullave të kanonit, i ka thonë. Ka qenë kanoni i arti poetik i Nicolas Boileau në Francë, po ka pasur edhe kanonet e tjera ku jo çdo kush ka mujt me shkruar dhe me botu libër, dhe pastaj një libër që është plasuar në shoqëri, thotë jo nënshtruar rregullave të artit poetik siç i kemi thujt, ose kanonit, dhe nëse ai libër nuk ka qenë do thotë i përshtatshëm me gjuhën, me kulturën, me traditën ose informacioni ka qenë i patobishëm për shoqërinë, nuk ka kaluar në botim. Sot ne nuk e kemi këtë. Është më mirë që ajo apo është kjo liria? Se tash kjo fjala lirie pak kanë herë dhe jemi tu e keq përdor. Ja, është më mirë që ashtu me çat kontroll, filtrat disa apo si të naç tash? Ja, unë mendoj që gjithçka do të pas një kontroll. Do të thonë nuk ka liri të pakufizuar. Asnjë rrethon dhe liria është e mirë dhe është e domosdoshme dhe këtë liri do thotë ne e dim më së miri, ja dim rëndësisë sepse kemi pagu shtrajt, kemi pagu me gjakë, kemi pagu me burgje, kemi do thotë dikun 600 gjatë të 6 shekuj burgj, do thotë vetëm ne si shqiptar. Prandaj nëse dikush e din çka është liria dhe cila është rëndësia e lirisë jemi ne. Por a do të thotë që liria të jetë e pakufizuar në kuptimin e asoj lirie çfarë ne do thotë na observuat të tjerë ose mbi atë liri që ne e proklamojmë, unë mendoj që jo për shkak se do thotë liria përfundon aty ku mund të cënohet do thotë liria do thotë e tjetrit. Prandaj liria duhet me ekzistuar si e tillë, por do thotë unë gjatë leximeve dhe debateve që kam has, kjo lloj lirie do thotë ka qenë e kufizuar jo vetëm në aspektin e literaturës edhe shkrimit, por në konsideroj edhe në atë aspektin e teatrit. Për shembull, mund kujtohet në shekullin e 17 në teatrin francez kanë ekzistuar rregullat e teatrit. Për shembull, në shfaqjen nëse është shfaqje në teatr, ka pas rregulla se cilat më janë përcaktuar dhe këto rregulla kanë qenë edhe në teatrin antik grek, romak, në teatrin persian dhe në teatrin e vendeve të tjera. Dhe kisha më thënë është interesante se si ky lloj teatri që ka qenë shekullin e 16, 17, 18 e që sot faktikisht konsideroj që ka deviju pak për në perëndim, ndoshta nuk jam edhe shumë i sigurt se çfarë ndodh me teatret, sepse edhe nuk është që i reflektoj shumë ato vende sa i përket kulturës edhe teatrove, por e di se çka ka ndodhur në shekullin e 16, 17, 18, aty thuaj për shembull nëse teatri nuk është vend ku duhet demonstruohet gjakderdhja, që i bën kanë qenë të ndaluara skenat ku ka pas gjakderdhje. Për shembull nëse një dramë ka pas temën e tradhtisë, thotë tema do thotë ku paraqitet tradhtia mes protagonistëve mund të lexohet, po jo të deklamohet. Pra do thotë ka pas tjetra, gjuha duhet të jetë pa banalitete. Pra shikohet, ata në shekullin 17-18 e kanë pas të rregulluar gjuhën që një gjuhë do thotë në skenë nuk bën me nënkuptuar me banalitete. Kurse ne sot shohim seriale të ndryshme, do thotë të degraduar, që do të shfaqin një gjuhë tepër të rëndë, tepër jo edukative dhe madje ato seriale shfaqen edhe në kohë të papërshtatshme që bien ndesh edhe me kodin e etikës do thotë që ekziston në media. Prandaj do thotë kanë ekzistuar dhe mendoj që rregullat janë të mira sepse i tregojnë një njeriu komunist dhe deri ku mundet me shku, por jo do thotë liria me u paraqit do thotë si një element do thotë i pakufizuar ku mund të dëmtohen vlerat themelore të një shoqënie siç janë identiteti, do thotë gjuha, pastaj historia e kaluara, feja dhe do thotë elementet e tjera do të që janë botë. Prandaj konsideroj që duhet është mirë me pas rregulla për shkak se rregullat do të prodhojnë cilësi.
E kundërta, mos pasja rregullave mundet me kriju atë që quhet anarki, e që në anarki nuk përfitojnë askush. Prandaj, mund mendoj që është mirë më ju kthy aty në kanoneve dhe rregullave që edhe vendin, edhe gjitha shtëpitë botuese, po gjitha vendet me pas kanonet e tyre mbi cilat ndërtohet në platformë edhe leximit, edhe shkrimit. Kush duhet mi ndërtu çto, a vetë shtëpitë botuese apo duhet më qenë një ligj ose një nen me baza shtetërore? Tash ne shiqur zotit fal shtetit kemi edhe akademit në dy vende, kemi Akademinë e Shqipërisë, kemi Akademinë e Republikës Kosovës, kemi edhe në Maqedoni Institutin e Trashëgimisë Kulturore, janë institucionet ato që duhet ta merrnin këtë rol. Pra të krimit të një trupe, kanonike, e cila do të merrej me krimin e rregullave se se çfarë mund të botohet dhe çfarë nuk mund të botohet. Sot nuk e kemi, mund të botojë secili, pastaj nuk e kemi edhe problemin të kontrollit në atë aspektin e vjedhjes, edhe elementin e kopjomanisë, sepse tek ne ndërtohen rrjetet e teksteve dhe kur I merr ishe ishe pak a shumë që tekstet janë të njëjta. Brumi është I njëjtë, por dikush ka vjedh pak aty, tjetri ka mujt me marr pak aty dhe ka ndërtuar një libër. Është e paimagjinueshme se si këtë shoqënia mund të jenë shkrimtarë dhe mund të jenë krijues të veprave letrare, se krijues të ndonjë literature. Pra tjetra krimi I një vepre qoftë roman, qoftë tregim, qoftë poezi ose qoftë një vepër shkencore, ka rregulla se si ndërtohet dhe kush mund ta ndërtojë atë. Por ju për shembull një person I cili në jetën e tij nuk e ka shkruar asnjë artikull ose nuk shquhet për ndonjë trashëgimi të leximit ose trashëgimi të studimit dhe shet që ka shkruar një libër. Dhe pastaj janë edhe të lashe tjera që shpesh herë tek ne dhe mund të krijohen vepra letrare me emra të personalitete, po mbrapa aty të jenë krijues krejt dikush tjetër. Po mund ta shkruaj një vepër letrare, një roman, prozë ose kutadjune, ta paguaj për shembull, ta zëmni shumë të caktuar dhe ai del e kom shkruar një libër, po ti kur nuk e din është tetina apo është. Edhe kjo problem tjetër në veti. Është problem tjetër në veti, po megjithatë një lloj kanoni do ta kishte saktuar se cila rruga e botimit dhe ka do të kishte shku leximin. Profesor Fitim, ju thatë më herët, në fillim thatë që nuk duhet me ditë çka po lexojnë se nuk po I lexojnë gjërat që aty ju duhen. Realisht gjatë kohës sot ti fole, mu kujtu që sot adoleshentat lexojnë shumë libra në gjuhën angleze, edhe të cilët I kom dëgju edhe I kom pa ato tematikat ose kontentet brenda këtyre librave, edhe të cilët janë si filmat që janë thriller që I përmendet pa cenzurë ose po janë libra. Edhe tash realisht fëmia, mirë shumë që janë tu e ditë anglishtën, qaq mirë sa me lexu, me pasion me lexu ma shumë anglisht se në gjuhën shqipe, është një mirë, po tash ana tjetër është çka po thith, çka tu e ditë ndikimin e leximit që mundet me pas në rrugtimin jetësor të një njerit, se nuk është puna veç që lexon një libër, po ajo ka impakt në ty, ka ndikim dhe lën gjurmë. Apo e tash qysh mundemi me rregullu çto, ose a ka vepra mjaftueshëm shqip, libra shqip, që mi tërheq të rit, që mi lon çta libra, që s'jemi nashta shumë të interesun rinia jonë me I lexu. Po, është e vërtet shumë që libri edhe leximi ndikojnë në krimin e personalitetit të secilit individ, secilit njeri. Libri dhe leximi janë dy binome që krijojnë pra identitetin qoftë kulturor, qoftë atë gjuhësor, qoftë historik ose qoftë atë politik institucional. Është e vërtet që libri dhe leximi pra do të ketë kriteri parë, sepse ai, siç e thatë edhe ju, e thith kuptimin, e merr atë lexim dhe nëpërmjet atij leximi ai ka me ndërtuar një lloj personaliteti që ka me u përballë me kohën. Prandaj shumë probleme në shoqërinë tonë sot paraqiten janë si pasojë e krizës së leximit, e që kriza e leximit e bën krizën e edukimit dhe kriza e edukimit e bën krizën e formimit. Domethënë, rrugtimi ynë duhet me shku në këtë lloj: lexim, edukim, formim. Tash tek ne kategoria po mungon le hallkat e dyta që janë shumë të lashe, po dhe hallka e parë leximit do të thotë që është shumë elementare. Po kur mungon leximi, mungojnë do të thotë edhe këto dy elemente themelore. Po të kishim ne sot lexim të mirëfill, po të kishim edukim, po jo edukim në kuptimin e leximit, po edukim estetik, që I bën edukim do të thotë të bukur.
Pro estetika do thot e cila e përqen ndjenjen e të bukurës, e cila gjendet do thot natyrisht në libra dhe në sensin e secilit shkrimtar, qoftë shqiptar do thot qoftë dhe autor do të huaj. Pra duhet ju ofrojmë kësaj shoqënie, por edhe kësaj rinie, atë që quhet do thot edukimi estetik, pra edukimi bukur, e cila do të ja krijon ndjenjen e të bukurës në individi. Po a mundet mu kriju sot, më falë që pju ndërprej, më thonë, pe kuptoj shumë mirë konceptin e juj, po sot mendoj që ndikimi i madh teknologjik po asgjëson çdo të bukur ose çdo të mirë tjetër. Më thonë, një lojë me u lujt në Sony, shembull po e marr, është çaq super atraktive sa e ul interesin, më thonë, për këto pjesë të tjera. Qysh mundet një libër mu bo çaq super kreativ që sot një fëmis m'ja marr vëmendjen? E tash, natyrisht që libra kreativ ka mjaftueshëm, po duhet me identifiku, në kuptimin me i gjetë, sepse shpesh herë do thot ne lexojmë, por ndoshta ajo që na intereson neve si formim edhe si kërkesë shpirtërore, është pak e vështirë me u gjenë. Natyrisht që ne duhet gjithmonë kur mendojmë për këtë punë, modelin më të mirë se si duhet ta bëjmë atraktive pjesën e leximit për shoqërinë tonë është modeli do thotë qoftë i rilindjes shqiptare, qoftë edhe i rilindjes evropiane. Por përnolna pak të rilindja evropiane, pastaj përmendole edhe te rilindja shqiptare. Rilindasit evropian kur dolën nga mesjeta, me që mesjeta evropiane ishte një kohë në cilën thotë prandaj me të drejtë quhet terri, është quhet terri mesjetar. Pse terri mesjetar? Sepse kontrolli edhe kulturor, edhe politik, edhe ideologjik ka qenë do thotë nga kisha. Dhe duke qenë se për 1000 vjet, për 10 shekuj, kisha e kishte kontrollu, Evropa do thotë kishte stagnu shumë sepse gjatë tyre vite kishte prodhu mbi 11 luftra, do thotë ato që nisi kryqëzatat në lindjen e mesme, po ato do të edhe 2 në Spanjë në pjesën perëndimore. Tash duke qenë se këta kishin përjetu pjesën e mos edukimit, e leximit, pjesën e katandisjes shoqërore, ne rilindasit erdhen me idenë që ishin në shërbim të shoqënisë, të humanizmit, edhe i ndërtuan një 4 shkenca që quheshin shkencat humanitare. E para sipas tyre, ata tentonin ta ndërtonin në shoqëni evropiane duke u mbështetur në 4 shkenca themelore. E para sipas tyre është retorika. Pra qytetarit, fëmijët, por edhe gjithë shoqënisë më mësu të folurit, po të folurit bukur, bindshëm, rrjedhshëm, pa gabime. Është elementi kryesor që e formon dhe ndikon në personalitetin e një qytetari. E dyta, përveç retorikës, ka qenë thot poezia, me kuptimin me ja kriju ndjenjen e së bukurës. E treta thot filologjia, a ka humanizëm më të madh se sa do thot njeriu me ja mësu sa më shumë gjuhë. Prandaj edhe sot po konkurrohet do thot që njerëzit të mësojnë sa më shumë gjuhë sepse janë dritare të hapuna edhe për dijen edhe për personalitetin. Edhe fundit ka qenë të thotë për jo për garancia etika ose përmirësimi sjelljes dhe moralit. Pra nëse ne si shoqëni, pra duhet me u përkufizuar në shkenca të caktuara, me po çka po dojna me përmirësuar çet shoqëni, po dojna me përmirësuar leximin. Duhet me kriju të thotë kurrikula të përshtatshme që do thotë i riu jon me dash leximin, me dash shkollën, edhe me dash do thotë kuptimin librin. E dyta, ka nevojë do thot edukimi si formë do thot, po edukimi pra po them estetik, sepse kemi edukim etik, po ka edhe edukim estetik. Edukimi nëse etika do të përmirësimi që përmirëson sjelljen dhe edukimi estetik, që pra leximi që vjen si hobi edhe vjen do thot si nevojë e brendshme shpirtërore, atëherë do thot arrihet komponenta e edukimit estetik, edhe edukimit etik dhe kalohet tek pjesa do thot e retorikës. Pastaj vetë ju vjen të folurit bukur, bindshëm, rrjedhshëm sepse është përmirësuar nëpërmjet mekanizmit të etikës edhe estetikës. Dhe në fund i kemi edhe rilindasit tonë shqiptar, Naimin, Samiun, Pashkovasën e kemi, pastaj Hoxh Kadri Prishtinën, personalitete të mëdha, cilët kanë ardhur nga fusha të ndryshme, nga dietar, shkencëtar, hoxhallar, shkrimtar, do të dhe veprimtar politik të çështjes kombëtare. Edhe Samiu do thotë në veprën e tij, do thotë si ideologu më i madh i lëvizjes kombëtare shqiptare, kishte bërë thirrje do thotë në veprën e tij në traktatin që është traktati vetëm deri sot se si ndërtohet Shqipëria, ai kishte parapo do thotë në tekstet e tij që shqiptarët thotë u duhet shteti, u duhet shkolla thotë si buka që e han e si ujë që e pin. Madje do thotë ai kishte propozuar në platformën e tij që të edukohen një do thot si femrat, si meshkujt. Dhe nëse prindit hezitonin që t'i dërgonin vajzat e tyre në shkolla, pra në programin e tij kishte parapo edhe ndëshkime për gjithë ata prind që hezitojnë me i dërgu. Do thot vajzat e tyre në shkollë. Pra edhe në programin e rilindjes kombëtare, do thot shqiptare, ka qenë domeni i leximit. Po edhe Samiu propozon do thot që fëmijët të shkojnë në shkolla,
shkollimi tjetë pa pagesë dhe në shkollë ato do t'i mësojnë vetit më të mira dhe vetit më të arrira. Madje ai propozonte në librin e tij që relacioni mes lexuesve meshkuj edhe femra duhet të jetë në varësi nga nevojat, por edukimi dhe leximi nga gjinia femërore sipas tij ishte imperativi kryesor, sepse sipas tij ajo përbente themelin kryesor mbi cilin ndërtoi shoqënia. Prandaj propozonte që femra të jetë edhe më e ditur se sa meshkujt, sepse ajo do të merret në familje dhe ajo pjesa me familje do të jetë ajo baza që ka më ndërtu pastaj do të thotë nga jashtë. Prandaj nëse ne kemi nevojë të madhe si shoqëni do thotë në të kaluarën, ka qenë thotë mungesa e shkollimit të femrës, sepse po të ishte edhe femra shkollon, ndonse këtu e kemi në të kaluarën e kemi edhe shkollimin e meshkujve, nuk është se e kemi do thotë ndonjë stad lart. Megjithatë, mos shkollimi i femrës ka kriju do thotë një farlloj katrahure shumë më të madhe, sepse mos shkollimi i sone pastaj ka reflektuar edhe tek meshkujt, sepse ka qenë baza ku është ndërtuar do thotë ajo familje. Prandaj ne kemi modelet mos se si duhet t'i qosim, është e vërtet me të drejtë thashë që sot lojërat atraktive po bëjnë veten, por megjithatë edhe këtu do thotë ne si familje duhet krijojmë rregulla, cilat do thotë nuk duhet t'u alem kohën fëmijëve do thotë që ata ta kalojnë siç ata duan. Jo, edhe në relacion me fëmijët unë mendoj do thotë që ka rregulla dhe rregullat nuk e bëjnë më të mirë do thotë ose më të keq, unë konsideroj që rregullat kanë më ndërtuar si personalitet shumë më të mirë. Ne e dim për shembull të kaluam në shkollë as nuk kemi guxuar me shku të papërgatitur, pa detyra, pa lexime, pa gjitha ato, megjithatë ka pasur edhe dhunë sistematike ndaj nesh, por megjithatë kemi dalë si produkt dhe nuk kemi dalë më mirë. Sot unë mendoj që problemi kyç që sot kemi më pak lexim, kemi më pak studim, kemi më pak edhe formim të këtyre, është sepse ja kemi marrë kompetencat komplet mësimdhënësit dhe ja kemi adresu komplet kompetencat në sot mësimdhënësi ka kompetencat të kufizuara, nxënësi ka kompetencat pa kufizuar. Nuk guxon të thotë me i bërtit, nuk guxon me e ul dikun tjetër, ka me orë në shkollë me telefon, ka me orë me uniform, ka njerë pa uniform, ka me vesh, pra thjesht nxënësi vjen i papërgatitur, nuk e do thotë si e ndeshkon. Kështu që unë mendoj që shkolla sot si institucion duhet me lu rolin e kyç të vetin dhe kompetencat e mësimdhënësit me qenë më universale, me qenë më të mëdha dhe nxënësi do thotë me di që është e vërtetë që ka liri, por ka edhe përgjegjësi. Dhe nëse nuk i kryjmë përgjegjësitë, liria e tij pastaj normal që këtu po konsideroj që pika kyçe e problemit. Për shkak se po më krijohet një përshtypje që ai mlefi ose inati që aty në mësimdhënësave të cilët kanë pasur të drejtë dhe mi humshu fëmijëve fizikisht, tash e ka ndërtu që të rolin e ri, mi a dhonë nxënësit komplet lirinë e plotë dhe mi a marrë ato kompetencat profesorit. Që shtat edhe ju ka mujt nashta shumë thjesht ti kompetencat ja lën, po fëmis ja lën edhe përgjegjësinë njëkohësisht, se tash na po shihemi që kemi kalu prej ekstremit në ekstrem. Me thonë edhe tash kjo po sjell pasoja. E përmendet të folurit e bukur, do me thonë që është tentu me u ndërtu. Çka mendoni profesor Fitim sot, nxënësat, fëmijët si profesor ju për dishmërinë e juaj? Sa folim na mirë shqip? Thom drejtën të folurit, sot është kogja problematik jo vetëm në shkolla, por mendoj edhe në rrugë, edhe në institucione, edhe në media, edhe në gjitha gjuha pak ka degradu. Për shkak se akoma ne nuk e kemi një, po themi, du të me ndërtu një kod, edhe të komunikimit, edhe të transmetimit, edhe të gjitha do thotë atyre në mënyrë do thotë që gjuha edhe të folurit të ngritet në nivelin sa më të dëshirueshëm. Është një problem ky esencial për shkak se fëmiu sot nuk arrin me bë dallimin ndërmjet të folurit publik, të folurit në familje dhe të folurit në institucione shkollore. Sepse natyrisht që fëmiu nuk arrin me bën një dallim elementar që shpeshherë tentoj me diskutu me ta, me ju të regu që ekziston ligjerimi libror, ligjerimi është i rrept, do thotë është ligjerimi drejt për drejt, nuk ka metafora, ka drejt për drejt, kjo është detyra jame, këtë detyrë kemi kry. Ekziston pastaj ligjerimi bisedor që mund bet me metafora, me gjeste, me shenja, që është brenda suazave të lejuarës. Mirë po ju në asnjë rrethon në institucionet publike dhe në institucionet edukative arsimore me u përdor ligjerimi shkujdesur. Pra ligjerimi shkujdesur duhet të jetë rreptësisht normë e ndaluar, por njëjtë edhe ndeshkuar për gjithë ata që do thotë tentojnë me promovu një stil të tillë do thotë në institucione. Çka na ka sjellë kështu? Do të thonë që fëmijët mos me ditë me boçë dallimin çysh dush me fol kur shfaqesh diku në publik, edhe çysh dush me fol kur je me një shok ose shoqe. E tash,
thëmë drejtën këtu do të më bëjë analiza edhe edukative, edhe etike, edhe antropologjike, ndoshta edhe familjare, ndoshta edhe analizat e tjera, sepse çka ndikon, nuk e di, por e di një gjë, që fëmijët të gjithë nxënësit kur vinë në institucione e krijojnë bindjen që pra nuk e kanë idenë që janë në një institucion edukativ arsimor dhe përgjegjësia e të folurit dallon nga përgjegjësia e të folurit në publik dhe në familje ose në institucione tjera. Fëmiu yt për shembull në shtëpi mundet me përdorë çfarëdo gjuhë, nëse ti ja lejon, nuk pra në kuptimin nuk ja kategorizon çka është e bukur dhe jo e bukur. Po është çështje familjare. Në rrugë është përgjegjësi do të thotë publike, nëse shandi kanë fyndi kanë, është polici merret me to. Po kur vjen në institucionet arsimore, aty është profesori, është arsimtari. Pra një fëmijë tash duhet me pas qartë një nxënës, që po them prap përjashtimisht jo gjithë, sepse një pjesë e madhe e kuptojnë këtë, po janë edhe një pjesë që nuk e kuptojnë, edhe kryejnë bindjen që duhet me përdor ligjërim të shkujdesur edhe në institucione. Kjo duhet jetë e kushtueshme për secilin nxënës. Nuk po them që tash ta marrim atë ta ndeshkojmë ose në kuptimin do thotë ta etiketojmë ose në kuptimin ta degradojmë, por unë mendoj që ligjërimi i shkujdesur nuk ka vend në institucionet edukative arsimore dhe një nxënës i tillë mund t'i falet një herë, por në dytën herë do thotë ai duhet ta marrë dënimin e merituar sepse shkolla është institucion i edukimit, i arsimimit, po jo në kuptimin do thotë i lirisë absolute që kalon pastaj në deformim jo vetëm gjuhësor, por edhe estetik, ndonjëherë do thotë edhe etik, sepse ne jemi në klasë dhe ballavaçimin me këtë dukuri e vërejmë ne me shumë të kurime aty, shohim do thotë që elshana një fjalë aty e krye bindje që nuk e dëgjon, ti po e dëgjon. Dhe ke sfidën si mjuças. Edhe ja kujton fjalor të papërshtatshëm për klasën. Është fjalor komplet i papërshtatshëm. Dhe ti ju krijon bindje që ti nuk po e dëgjon, aty faktikisht sepse kur je në klasë përqendrimi mësimdhënësit është një përqendrim do thotë absolut, s'është relativ. Pra do thotë e ke gjithë diapazonin e ke në klasë, e ke në kontrollin e gjithëve dhe ti e vren edhe lëvizjen më të vogël ose zërin më të vogël do thotë ose tek secili ty do thotë vjen vesh dhe natyrisht që një shprehje papërshtatshme ty më nërë do të asocion në ndëshkim dhe të asocion do thotë në keq edukim ose në atë do thotë përgjegjësinë sepse s'kam arrit me ndikun që ai mos me fol këtë fjalë. Po megjithatë është një komunikim i tyre do të i grupit, i brendshëm, që ai e krijon bindjen që ti nuk po e dëgjon, sepse kur ti tregon që po një fjali të tillë nuk është mirë ta thuash, unë dëgjova çfarë the, ai pastaj pendohet, po thjesht po elshon një fjali të tillë. Pra mirë, po kjo nuk kush e zgjidh problemin? E zgjidh problemin kur nxënësi bëhet i vetëdijshëm, i edukuar dhe i formuar deri në atë pikë, saqë do thotë arrin me dallu që nuk është në shtëpi, pra nuk është në rrugë, por është do thotë në një institucion caktuar dhe siç kanë thënë edhe pleqë këtu në herë, qysha veni, botë dhe ku veni. Pra duhet më përshtat ambientit ku je në bazë të rregullave do thotë që ka ai institucion. E ka vjen kjo pse nxënësat e përdorin qoftë një komunikim të tillë, qoftë një diskurs të tillë, unë po them është mirë me u bë analiza të detajume se çka i shtyn do thotë ata sepse ka nxënësa shpeshherë që edhe kur e thon, kur bëjnë ndonjë gabim ose kur e thon një fjali ose një diskurs që është i papërshtatshëm, profesor më fal, po nuk e kisha idenë që është e keqe edhe më fal, po nuk di merr. Do të thonë thjesht nuk e ka në kontroll e parë, edhe e dyta nuk e zotëron si kompetencë. Kjo është pak më teloshe, po mbi gjitha kërkon është pak a shumë e barazhshme me aspektin etik të formimit, ku jo me kocë japonez, do thotë deri në klasën e 5 i kushtojnë shumë rëndësi edukimit, pra merren vetëm me edukimin sepse është baza mbi të cilën ndërtohet pastaj do thotë tjetra pikpamje shkencore ose sociale, do thotë ose kulturore. E këtë duhet me bë bashkë, po themi gjithë si shoqëni, duhet me bë akademia, universiteti, shkolla, po mbi gjithë edhe media. Media sot është ka një rol të jashtëzakonshëm sepse është pushteti do thotë jashtëzakonshëm që pra do thotë i ka lidhur gjithë njerëzit dhe sidomos ato mediat e tipit digital, do thotë media digjitale, po e luajnë rolin e tyre dhe unë mendoj që shteti ka përgjegjësi primare që ti rregulloj mediat online. Pra të mos jenë pa rregulluara dhe ato media të cilat të rregullohen edhe të bartin përgjegjësi sepse në momentin që rregullohen mediat online i kanë dy elemente që kanë më paraqit. Kush është pronari i tyre dhe cila është rruga e financimit. Edhe madje do thotë edhe me kodin etik të mediave evropiane, do thotë bordi mediave evropiane, i cili kanë nxjerrë do thotë kodin lidhur me transmetimin pro kodi etik i informimit, aty do thotë parashihet që mediat online me u rregullu, e unë mendoj që shumë vende në botë sot i kanë të rregulluara, duhet të rregullojmë edhe ne, pra ju vetëm
Platformat online, po edhe platformat universale, TikToku, Facebooku, gjitha du të rregullohen dhe do thotë të mbajnë përgjegjësi, sepse në momentin që dikush e rrezikon personalitetin e tij, e rrezikon do thotë të ardhmen e tij, si pasojë shantazheve, gjuhës ku ta diune, pra të dihet cila është adresa, do thotë dhe institucionet e marrin me njerë masa, sepse thjesht ne jetojmë në një vend ku e gëzojmë të drejtën e lirisë, po duhet ta gëzojmë do thotë edhe të drejtën e privatësisë. Pra do thotë kemi privatësi, e kjo bëhet duke i rregulluar do thotë gjitha mediat online, të cilat vërtet janë një platformë e madhe do thotë e dezinformimit, do thotë madje edhe të keq informimit, të opinionit. Dhe mos harroj edhe për fund, por jo për nga rëndësia, është do thotë edhe elementi do thotë i emisioneve të tipit reality show, për të cilat them drejtën nuk janë të rregulluara si duhet, sepse vendet e tjera i kanë rregulluar. Unë nga institucioni ku vi do thotë e kemi vendosur një lloj PIN kodi. Institucioni ku vi po mendon KPM. KPM-ja, Okej. pra ka një kod të etikës në cilat thotë kemi propozuar që brenda atij kodi të jetë një PIN kod për Big Brother dhe për gjitha emisionet që shfaqen në televizionet tona. Ajo është aktualisht, absolutisht edhe Prime, edhe gjitha televizionet që shfaqin do thotë emisionet e reality show e kanë për obligim do thotë që të jenë me 4 numra dhe pastaj është përgjegjësi, sepse shpesh vinë na thonë neve, po ti po unë nuk e pash, sepse unë nuk po e shoh, ose nuk është interesimi, po ti çush e pe, po e ndeza televizionin, po e ka një 4 numra aty, mirë ti e ke po pse ka po fëmijët? Pa i me muq aty, po që ata 4 numra që aty, që ai PIN kodi, jep me kuptu që diçka që kemi se nuk është i përshtatshëm për gjitha kategoritë. E ka një ndalesë. Një ndalesë, prandaj ti si prind e ke barrën kryesore që kur e sheh me 4 numra më thotë që ky emision nuk është për ty dhe nuk e më shiku. Po natyrisht që po e shikojnë në mediat online. Prandaj propozoj do thotë që shumë shpejt të kaloj ligji i Komisionit Pavarur për Media dhe në këtë ligj të parashihet edhe rregullimi i mediave online që kishte me kontribu në mas të madhe në pra uljen e dezinformimit, keq informimit, por do thotë edhe gjitha dukurive do thotë që na vijnë nga mediat online, cilat nuk ju adim as burimin e financimit, por as burimin e pronarit, do thotë qoftë sekondar, qoftë primar ose do thotë atij përfitues. Kritë këto që i hape, do më thonë mediat online edhe gjithashtu reality show që na jemi, do më thonë si shoshni të i konsumu, jenë tepër me rëndësi, kthehem për pak, vazhdojmë një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend.
përmendet profesor Fitim këto reality show këtë vit, okay, kemi me kod. Po a kanë ai, po mendoj vendet e tjera sipas jush, domethënë i pas kanë pas shumë më herët këto kodet, domethënë ndalesat në farë forme të qasjes ndaj fëmijëve. Po na aty shohim në përditshmëri, më thonë edhe në reelsat që shfaqen në rrjete sociale, që ka sjellje të cilat nuk përkojnë gjithmonë me realitetin tonë shoqëror të përditshëm. Të paktën unë konsideroj dhe shpresoj që nuk jemi na çata, që në disa raste dukemi aty njerëz, domethënë pa limite, se një njeri pa limite realisht atë nuk është që është një njeri që duhet me u lakmu. Po kjo pjesë a ekziston një ndërhyrje në këtë pikë se me sjellje deri ku mundemi me shku kur na shfaqem në publik, për shkak se unë kur dal 24/7 në një ekran unë bëhem një figurë model në thojza. A ka këtu diçka apo janë free komplet? Tani sa i përket emisioneve të reality show, them drejtën, janë emisione cilat fakti që zhvillohen brenda një shtëpie, do thotë aty dhe thjesht gjithçka është intimitet, domethënë intime sepse është brenda. Mes banorëve do thotë thjesht që nuk kanë një kulturë formimi, shumica prej tyre. Pastaj që kanë një debat të ashpër, kanë një gjuhë vullgare, ka do thotë gjithë ato, ne në kodin e etikës, do thotë për gjitha këto do thotë kemi të specifikuara nëse përdoret gjuhë e urrëties, përdoret ofendim, ka kërcënime, do gjithë ato i kemi me para po. Megjithatë, ato janë të licencuara do thot nga institucionet tona dhe si të tilla funksionojnë. Megjithatë, ajo që kemi pa të udhës dhe të rëndësishme me bë, e kemi nxjerr në kodër të kodit të etikës, e kemi futur do thot pin kodin, më tregu që këto emisione nuk janë të përshtatshme për kategori të ndryshme. Natyrisht, a mjafton kjo? Nuk mjafton. Natyrisht do thotë që gjitha emisionet të reality show monitorohen nga Komisioni i Pavarur për Media dhe për gjitha devijimet që ndodhin aty dhe që nuk janë në përputhje me kodin e etikës, natyrisht do thotë që komisioni merr vendime në bazë të rekomandimit të zyrës. Çka konsiderohet devijim? Devijim konsiderohet gjuha, konsiderohet do thotë urrëtia, nëse përdoret për shembull një shprehje pa përshtatshme. Ne kemi pa për shembull në emision të reality show ku është ofendu një komunitet për shembull me ngjyrë dhe kemi reagu, kemi dërgu gjuhë për atë punë, sepse në Republikën tonë do thotë gjitha minoritetet janë të barabarta, do thotë jetojnë sipas lirisë dhe askush nuk guxon të fyet mbi bazën e fesë, mbi bazën e racës, ngjyrës, do thotë ose ku ta diuni besimit, prandaj këto gjitha janë të rregulluara me kod. Po natyrisht që emisionet e tilla janë pak problematike për shkak se do thotë bën për të përfituar mos dhe bën pak a shumë është një lloj marketingu do të që përfituat, por natyrisht në emisionet reality show nuk mundesh me kërku elementin e edukimit, me pas parasysh gjithçka nuk ka, pra emisionet e tilla nuk kanë për qëllim me çuçat mesazh, pra krijohet lojë aty dhe keni pa do thotë emocione të vërteta, të pavërteta, rënë dhe thjesht gjithçka do të zhvillohet mbi një lojë do thotë inskenimit edhe të mashtrimit, që lujt edhe në antikitetet greke, po edhe atje do të ka pas një lloj do thot kulture deri ku kanë mujt do thot me shku protagonistët ose personazhet. Kurse do thot ne kemi pas si institucion kujtohet vitin e kaluar, por edhe vite tjera kemi pas për shkak kur kanë ndonjë personazh aty që nuk ka qenë mirë me ligjin, kemi pas reagime nga shoqata të ndryshme, nga organizata do thot që personat e tillë të mos jenë pjesë e emisioneve të tilla, por natyrisht që shumë prej tyre nuk e kuptojnë misionin e institucionit tonë sepse ne jemi të thirrur të reagojmë nëse një dhunë e tillë shfaqet gjatë shfaqjes, por se historia e personaliteteve se nga vijnë ata, ne nuk e bëjmë, atë e bën policia, e bën prokuroria, pra ai kur hyn brenda ka një farë dosje të tillë, por ne nuk merrem, ne merrem me televizionin. Pra ai ka shumë më shfaq një dhunë në rrugë ose në familje, por në momentin kur në shtëpi neve na intereson aty mos me pas dhunë. Çka ka bën shtëpit vet ai? Nuk është çështje do thotë KPM-s me ulëmtu një person, e ka rrof motrën, e ka rrof gruan, por nuk është mision domenin tonë. Në domenin tonë është që masa do thotë në emisionet e tilla do thotë mos me pa dhunë, mos me pa fyrje, mos me pa do thotë racizëm ose do thotë rrezikim të personaliteteve do thotë përndryshe mënyra se ka vinë ata do thotë thjesht nuk është punë, është e policisë, është e prokurorisë, prokuroria është e thirrur me bëhetime dhe me pa nëse personat e tillë pra kanë kaluar ta zonë kriminale ose do thotë jo të mirë, a mund të jetë përshtatshëm për të parë nga masa do thotë që pastaj për dikën mund të bëhen edhe model. Dhe natyrisht nuk është mirë me u bë model një person që ka pas një të kaluar do thotë jo të mirë, saqë edhe sipas kanonit Okona do thotë që edhe i Bugosi kur e ka lënë burgun fiton statusin moral. Megjithatë
Kjo ka ndodhur, po tek ne me që mund t'i japim shoqërisë modele të mira, pra modele të cilat kanë qenë të dështuara, një do të thotë dhe që bartin porësi jo të mira në të kaluar, nuk është mirë që të jenë model i shfaqjeve të tilla, kështu që ne jemi në të rrim të gjitha këtyre emisioneve, por pra po them janë pak problematike për shkak se janë emisione të cilat janë të licencuara, pra kanë marrë licencë, i monitorojmë, por edhe tash i kemi pak sfida për shkak se ka kohë gjatë që ne jemi pa quorum, pra nuk kemi quorum dhe gjitha ato rekomandime ose ato vrejtje që ne i hasim duhet të materializohen me një vendim të formës së prerë. Që nuk është për momentin, për shkak të mungesës së komisionit. Për shkak të mungesës së anëtarëve të KPM-s derisa të zgjidhet edhe Kuvendi i Republikës dhe pastaj nga i Kuvend mund vinë edhe anëtar që pastaj institucionit prap t'i marrë përgjegjësi që i ka dhe ta luaj rolin do thotë siç e ka në pluralizmin mediatik, por edhe do thotë në aspektin e edukimit që media do thotë duhet me lujt në raport me publikun e jo do thotë të shfaqen aty dukuri që kishin me keq edukumi. Na po flasim tash për mediat, do thotë që kanë kuadër të vetin shumë staf. Po kemi realisht në rrjete sociale njerëz që kanë me qindra mijëra followersa, për shembull një njeri me 1.100.000 followers, ai është media në vetë një farë forme. Ndikimi i tij shkon përtej kësaj. Përderisa ne biseduam edhe para podcastit që vendet e tjera ju tregu që kanë të rregulluar edhe qoftë edhe për individët, të cilët kanë faqe të vetat edhe kanë një ndikim në masë. Edhe kur ju po flisni tash për ne këtu, për gjendjen, ne as mediat e mëdhaja, do të thonë, po tingëllon si jemi larg asaj, e lënë me dalë te këta individët. Do të thonë që është shumë, po e shoh si shumë problematike të paktën edukimin e gjeneratave për të ardhmen. E mandej kur po e shoh që të përgjithësim, po më krijohet një përshtypje që këto temat e tjera që ne si media i trajtojmë, po më duken shumë kot një farë forme, për shkak se vetë jemi tu ndërvepru në qasi forme që fëmit normalisht që jem pjesë qëtë në platformave, i shohin gjithë shka, dëgjojnë gjithë shka. Sakt, tani unë isha para dikun 4 ditë në Bruxelles, aty është diskutu mbi aktin e veprian të lirisë së medjave, dhe ai akt ishte shumë i rëndësishëm sidomos për vendet që aspirojnë të jenë pjesë e BE-s, siç është Serbia, Maqedonia, Shqipëria, Malizi, por natyrisht do të thotë që edhe Kosova në të ardhmen si antar që do të jetë si kandidate anëtare për në Bashkimin Evropian, dhe aty diskutuam do të thotë që nuk ka liri absolute, do të përkufizu. E dyta, që gjitha vendet kandidate që synojnë të jenë pjesë e BE-s duhet të thotë legjislacionin e tyre nacional ta përshtasin me legjislacionin e BE-s, që i bjen, pra gjitha ato ligje që nuk janë të përshtatshme për shoqërinë, për mediat, për gjitha ato duhet përshtaten me pra aktin e veprian të lirisë së medjave, që është një akt shumë i rëndësishëm dhe që pra, siç thashë ne, e rregullon edhe tregun mediatik, por edhe këtë pra pjesën e personave, pra influencerave që kanë do thotë një numër të madh do thotë të njerëzve mbrapa atyre. Kështu që po është rregulluar sepse ata kërkojnë do thotë që në BE gjithçka të jetë e kontrolluar, gjithçka të jetë do thotë e sistemuar dhe do thotë që individi veproj i lirë dhe të mos cenohen do thotë interesat e tyre personale, nacionale, kulturore, gjuhësore do thotë ose fetare. Dhe natyrisht do thotë që ashtu është krijuar në kuadër të Këshillit të Evropës është krijuar edhe bordi evropian i mediave që faktikisht më herët ka qenë ERGA dhe unë e bëra një pyetje do thotë duke u thënë se edhe Kosova a mund të jetë pjesë, pra antar vëzhgues i këtij bordi, pra në të ardhmen aty do thotë ishte parapo që vëzhguese mund të jenë gjitha vendet që janë kandidate për Bashkimin Evropian, ne fatkeqësisht nuk jemi akoma, por më thanë që do të flasin me bordin evropian të medjave dhe do të na kthejnë një përgjigje, do të ishte me rëndësinë me pas një përfaqësues në atë bordë, në kuptimin vëzhgues, sepse në bazë të atij bordi aty zhvillohen gjitha politikat e medjave. Dhe nga aty do ta kishim shumë ma lehtë me transpozu çdo direktivë, çdo ligj, çdo ne do thotë që ka të bëjë do thotë me mediat tona, sepse do thotë është në interesin tonë do thotë që edhe ne pjesën e tregut mediatik ta kemi sa më mirë. Por jemi të shku hapave sepse tash ligji i Komisionit për media vetëm unë besoj që në momentin që themelohet qeveria veç inicohet, pra është një ligj që i ka parapo do thotë edhe rregullimin e medjave online, pas këtij ligji pastaj do të shikojmë edhe direktivën e aktit evropian të medjave, duke harmonizuar me ligjin tonë dhe natyrisht që në momentin që ne marrim statusin e kandidatit, ne duhet ta kemi legjislacionin e gatshëm, do thotë që mediat të ne duhet do thotë të jenë të rregulluara
siç i kanë thotë gjitha vendet e BE-s, siç i ka madje edhe Ukraina që është në flakën e luftës, pra i kishte të rregulluara do thotë gjitha mediat online sepse nuk bën ndryshe sepse ata përballen me dezinformatën. Mediat online. Mediat online, po i kanë të rregulluara, kështu që duhet të rregullojmë edhe ne, por tek ne kemi pak një hezitim nga edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, edhe Këshilli i Mediave të Shkruara, pra do thotë që të rregullohen, mirë po unë besoj që ne si vend nuk kemi asnjë gjos dhe mundësi me ecë përpara pa e bërë dhe këtë rregullim, sepse kjo është e paraparme edhe në pra vetë legjislacionin e lirisë e medjave, pra aktit evropian për lirinë e medjave, dhe do thotë është imperativ do thotë që e kërkon në Bashkimi Evropian edhe tek ne. Megjithatë do tulemi të flasim edhe këtu dhe ta rregullojmë edhe ne sepse vërtet media ka një pushtet jashtëzakonshëm dhe ne nuk guxojmë do thotë që masën e këtyre trive e kësaj shoqënie do thotë t'ia lëm do thotë individëve të caktuar të cilët për teka dhe interesat e tyre do thotë dëshirojnë që të mos japin llogari dikujt lidhur me një dezinformat, me një lajm do thotë ose ku ta diun. Pra gjithçka po them prapë nuk ka liri absolute, thjesht në asnjë rrethon, gjithçka është e kufizuar, vetëm duhet me u ndërtu mbi bazën e standardeve do thotë më të mira që i ka qoftë Bashkimi Evropian ose do thotë qoftë institucionet e tjera me renome demokratike. Shpresoj që ka me ndodhë kë do të thotë ç'kjo për ne, në kuptimin që me qenë një përfaqësues si joni atje të paktën si vëzhgues që me u rregullu diçka. Po du me ditë për jush si profesor i letërsisë pjesën e leximeve fetare prej të rinjeve. Më thonë, sa është e rëndësishme, ose a mendoni që është e rekomandueshme me pas lexime fetare fëmijët kryesisht adoleshent për shembull, ose fëmijët e moshave dhe të vogla qofshin? Tani pjesa tek ne pak ndoshta qëllimshëm ose pa te është dhënë kohje lexime fetare. Unë mendoj që feja ka domenin e kulturës, do thotë universale, do është një kulturë cilën do thotë e sheh aty, e vesh dhe formosh prej saj. Nuk ke ka i kësaj pjese për shkak se ne edhe fillimet e letërsisë do thotë shqipe do thotë i kemi mbi bazën e diskurseve do thotë të fesë. Për shkak nëse merr letërsinë filobiblike, qoftë letërsinë filokoranore, që të dy do thotë e kanë do thotë bazën fe. Njëra ndërtohet mbi domenin biblik, e tjetra mbi domenin e Kuranit. Prandaj që të dyja do të jenë pjesë e kulturës edhe identitetit ton letrar sistematik do thotë shqiptar. Prandaj këto lexime kanë shumë rëndësi për shkak se në to fshihet ai domeni do thotë i vlerave të mirëfillta, qoftë letrare, qoftë estetike, qoftë do thotë edhe do thotë universale. Për shkak se nuk mundesh me e do letërsinë prej do thotë teologjisë ose teologjinë prej letërsisë, do thotë kur ndërfutja atyre kulturore edhe ndërfutja atyre do thotë estetike do thotë është e pranishme në gjithë domenin. Për shkak se edhe njerëzit e parë do thotë kanë pas profil të tipit për shembull do të them qoftë prift ose hoq dhe kanë qenë do thotë njerëz që kanë prodhuar literaturë do thotë të tipit të kulturës edhe të fesë në relacionin e përbashkët. Për shembull dhe nuk mundesh me janë të rëndësishme për shkak se kanë prodhuar ngjarje të mëdha. Qysh do me ik veprës e Dante Alighirit, për shembull zon komedia hyjnore, kur bazën e ka te Isra dhe Miraxhi. Pra tash kur e lexon ti Danten dhe një vepër që në Evropë ka qenë vepra më e madhe gjatë mesjetës, e ke pjesën e parë, mirë po dush me pa në relacion sepse vetë Dante do thotë ka treguar do thotë që këtë ngjarje ka mësuar te filozofët arab. Pra atje kanë dëgjuar për Isra dhe Miraxhin, udhtimin e profetit në pjesën e Sidratul Muntahas dhe ky janë gjetë trëndafil qiellor. Dhe tash është interesante për shembull lexuesi me i pa qysh ndërthuret elementi estetik me elementin religjios dhe me elementin artistik, sepse pastaj ty në tri diskurse dhe kjo bën të rëndësishme me pa qysh del një domen pra letrar, artistik, qysh një domen do thot estetik dhe që kanë do thot bazën tek elementet do thot fetar. Ose për shembull ta zëm ne kemi gjithë profilit të hoxhallarëve në letërsinë filokoranore, se këta ndryshe e kanë quajtur letërsia bejtegjinve ose letërsia do thot me alfabet turko-arab, për shembull që këta faktikisht kanë shkruar atë që kanë qenë popull, domethënë kanë transmetuar diçka që ka qenë popull, qoftë elementin e satirës, qoftë elementin e ironisë, qoftë elementin e foljes, qoftë elementin e ushqimit, elementin e besimit, gjitha do të thotë e kanë transponuar kulturën popullore, domethënë është transponuar në elementin estetik edhe etik, do të thotë nga një figurë religjioze, sepse në atë kohë do të thotë ata kanë qenë njerëzit më ditën, thonë nuk ka pas të tjerë. Dhe sot do të thotë ne kena shumë shkrimtarë dhe tjerë që nuk janë profil religjiozi, por megjithatë që merren me domenin e kulturës fetare, e trajtojnë mjaft bukur artistikisht, sepse kjo do të thotë është e mundshme. Ose për shembull kemi aty element shkrimtarën e parë, që është
në historinë e letërsisë shqiptare, satirikun dhe kritikun e por Hasan Zyko Kamberin, për shembull një hoxhallar do të që ka qenë, që ka prodhu që elementin e prishjes së njeriu që në gen, aje ka nxjerr me estetikën e tij. Na sot mund të bëjmë analizë dhe studime mbi atë si shpishet njeriu, po ai ta ka dhënë me 3 vargje, thot, edhe fëmiu që është në djep, zgjat dorën thet nep, ta marr ta verë në xhep. Pra shprishja e individit fillon që ngen. Dhe këtë element që arrin me transponu imagjinata e shkrimtarit, pra të tjerë mundet me bë analize, gjithë ato, por imagjinata gjithmonë vjen a priori, sepse thjesht imagjinata nuk e kufizime. Pra depërton ndoshta edhe në ato skutat që nuk mundet me depërtu asnjë shkencë tjetër. Prandaj shkenca e thoshte edhe Goethe aty, që shkenca është e kufizuar përmes eksperimentit, kurse letërsia është e pakufizuar nëpërmjet domenit, do thotë të imagjinatës. Do të thonë, thjesht e ke përvojën shkencore si kufizim dhe e ke përvojën ideore si do të diçka të pa kufizuar. Prandaj edhe ky domen është shumë i rëndësishëm për shkak se do thotë kultura do thotë edhe jo në shqiptar, por edhe kultura në përgjithësi do thotë i ka të dy komponente mbrana, do të thonë Evropa ka diskursin biblik, lindja ka diskursin kuranor, por janë dy tekste të shenjta nga të cilat janë derivuar ma vonë do thotë edhe gjitha literatura ose për shembull pjesa do thotë e letërsisë i ndas atë që po ashtu komplet bëra nga tekstet e tyre do thotë të ashtu quajtura të shenjta, sepse ato janë tekste që janë shkruar ma vonë nga shkrimtar, por që ata do të kanë konsideruar që ti ngrisin në nivelin e teksteve besimore, që në lindje do thot edhe në perëndim është do thot domeni teksteve të shenjtë që ka e ruan do thot atë elementin që autori dhe kreatori sonë do të është vetëm Zoti. Po. Profesor Fitim, nuk e di pse po më duket që kena lënë edhe shumë çka që mendoj që audienca kanë pas të nevojshme me dëgju, po më ka njoftu që koha na ka përfundu. Unë ju falenderoj shumë për krejt informacionet dhe për kontributin që e dhatë në këtë epizod. Faleminderit shumë për ftesën, ju uroj shëndet, punë bardhë dhe emisionit shikueshmëri sa më të madhe. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirupafshim në episodin e radhës.